Hajde maco. Bufja! Gecko! Let them toss into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks. The Wolfie Plan. I wish I could have my feathers all the time. Imagine flying in this wind. Woohoo! Cats shouldn't be out in weather like this. Lizards are already cold-blooded. Good thing I have this coat. Hey, what's this? A note? It's from the Wolfies. You think you're so tough, Pajama Kids? We've got something to show you. Wolfies rule. Bad weather and bad wolfies? Yikes! PJ Masks were on our way! Into the night to save the day! Night in the city, and a brave band of heroes is ready to face fiendish villains to stop them messing with your day. Amaya becomes Owlette! Yeah! Greg becomes Connor becomes Catboy! The PJ Masks! PJ Robot? PJ Robot! Heard from the Wolfies yet? Sonic howling again? Come on! They're in the park! Sounds pretty howly. Yeah! Let's see how the Pajama Kids handle that. But it's just our regular supersonic howl. With extra wind, duh. And it's got a cool new name, the Supersonic Howl. Ready? Yip, yip, yip! Stop that. You're going to knock stuff over. You got our note? Let's drool. You mean duel? We're gonna show you guys who's best, once and for all. Here comes a supersonic howl. You can't just make up a new name and claim that you've got stronger powers. Anyone can do that. Yeah, well, we're doing it too. A huff and a puff and yip, 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 yip! Gasping geckos, this is bad. No way can the Wolfies use the wind better than me. Super Owl Feathers! Keep howling! Watch out! Your note said you had something to show us. I haven't seen anything yet. Our new power is the best! It's not a new power. Nothing beats owl feathers. Asgjë nuk I mund pendet e bufes? Si thoni për pendet e ujkut? Pendet e ujkut e quajnë gëzof. Kam një plan që ju nuk jeni shumë të zgjuar për ta kuptuar. Plan ujqërish, plan genial, plan I pandalshëm. Vërtet? Po,
Dhe ajo që duhet të bëni është të detyroni bufen të gjuaj me më shumë pend. Ju thash, genial! Ishe si fuqia erës. Bum, bum! Ata po ja bënin Dikush duhet t'i ndalonte. Ata ujqër përpiqen gjithmonë të shkatrojnë, por pastaj u përballën me pendet e bufes. Do t'ua tregojmë ne, Kevin, ulëritët shkoni merrni më shumë. Si? E thjesht. Hej Zogu, shiko këtu. Po përpiqeni të shkaktoni probleme sërish? Po, Nuk ju mjaftoi. jo, këtë herë do të hungërim në të gjithë qytetin. Jepi, kapini. Të hungërini në qytet, jo sa të jetë bufja nën të qiell. Pendujku. Wow! Wow! Kjo do të funksionoj vërtet. Unë jam një gjeni. Pse sipas planit të ripit, ne duhet na gjuaj me pend. Nuk e di. Ajo tha që nuk ishim mjaftueshëm të zgjuar. Cila është gjëja më e zgjuar që mund të mendosh ti? Mirë, unë mund ta bëj këtë. Gjë e zgjuar, gjë e zgjuar. Oh! Super muskujt e Gekos. Për pak fare. Eja pra Geko, ti tregojmë qefin. Merrem unë me këtë. Merret ajo me këtë. Ju. Pendet për gjithmonë, ura! Tra la 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 la. Dhe çmimi për planin më genial të çmimeve të ujqërve shkon për mua. Uf dhe puf për këto, ujke vogël. Ku është ripi? A s'është mbrapa jush? Dhe çfarë ka në plan të bëj? Nuk e di. Pra ajo ka në plan diçka. Forca heroj me pijame, ai po jam ball. Fluturoj! Nuk është ky plani yt i zgjuar, apo jo? Mendova se do ishte më i zgjuar. Është. Dhe do ta realizosh ti. Bufja mendon se është e veçantë që di të fluturoj. Prit derisa të takoj ujqërit fluturues. Do të ngjitemi aq lart, Sa lart? ndoshta do të fitojmë fuqi të tjera njerëzish ujq. Drejte nga hëna. Wow, fantastike. Por prit, është shumë lart deri atje. Je bindur që është e sigurt? Kjo të mbetet ty ta zbulosh. Unë gjeta iden, do të thosha funksionon. Unë nuk dua që ti ndodh gjë e keqe këtij ujku gjeni. Ka mundësi që të mos më gjuajmë? Po, koha e provës së fluturimit. Mirë heronj, unë mendoj se ata të tre nuk do të vinë më këtu për një kohë të gjatë. Pupla shpupuritëse, puplat e mia shpupuritëse. Jep, jep! Forca, rrotullohu! Duhet ta provosh edhe atë pjesë gjithashtu. Au! Jip, jip, ju! Më lart, më lart! Sa më afër hënës, aq më e madhe hungërima. Au! Nuk ka mundësi. Jep, jep! Bufe! Ato pend janë të mia, nuk mund t'i përdorin kundër meje. Rregullat e ujqërve, ripi shkatërron më mirë. Nëse je kaq fantastike, si ka mundësi që nuk fluturon vet? Ke frikë nga lartësit, nuk të pëlqen kur fryn erë, fobi nga pendët. Ishte ideja ime, plani im genial, sigurisht që do ta bëj. Sa po ta di që është e sigurt. Më zbrit poshtë. Tani kemi një mision shpëtimi. Të shpëtoj muqërit?
apo qytetin? Svara një krëshqitës, Ripi ja futi kot me këtë planin. E njoh këtë ndjesi. Fola shumë pendët e mia fantastike. Pendët e tua janë fantastike. Thjesht nuk janë përgjigja për gjithçka. E di, mendoj se tani na duhen shiritat e Machokut. Po, edhe pak super muskujt e Gekos. Keni të drejtë, le ti marrim mbrapsht ato pend. Koha për t'u bërë hero. Ha! Era e krahëve të bufes. Shiritat e Machokut. Miru i kuzok, do të spresesh në tokë. Wow! Arduca zvaritëse! Kjo nuk po funksionon. Do ta bëj unë të funksionoj. E jeni këtu pend. Kujdes, bufe. I mora! Ja mori me të vërtet. Hej, ti je shkatrove, ishim duke shkuar në hënë. Jo, nuk ishim ne, te shuvram. Po, ti na detyrove të shkonim atje lart krejt të vetëm. Është e vërtetë, Rip. Një plan që nuk guxon ta realizosh vetë? E çfarë plani është ky? Unë po iki që këtu. Unë të thash. Çfarë jeni duke thënë kështu? Unë jam një lider e mirë. Do të mendoj një plan tjetër. Nëse unë jam në krye, ne jemi të pandalshëm. Pa çfarë Rip, mendoj se nuk do ta vëm veshin për ca kohë. Por unë do t'i bëj syt katër për këto gjëra në rast se vinë ata. Ky po që më duket plani mirë. Heronjt me pizame për t'isni të gjithura, sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë. Hajduti i hardhucës. Nuk më besohet që ishe i pari te provimi matematikës. Fantastike! Nuk besoj që ishe i pari tek provimi matematikës. Oh, Lionel? Nuk është. Ku ka shkuar? Lionel! Atje! Hi, sok i vogël, si ke dalë që andej? Ai akuariumi nuk të lejon të dalësh. Atëherë ndoshta e kanë nxjerr dikush. Hungërim ujku ishte kjo? Ata nuk dalin gjatë ditës. Dhe pse do ju duhej një ardhuc? Nuk e di, derisa ta zbulojmë këtë, do t'i kem syt vetëm tek Lioneli. Heronjt me pizame, ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Geko! Po! Connori bëhet Djali Macor. Amaja bëhet Bufe! Heronjt me pizame! Ujqërit duhet të kenë kërcyer nga dritarja dhe kanë ndaluar këtu. Më duket sikur janë rrëzuar. E çuditshme, nëse ka diçka që ujqi din ta bëjnë mirë, ai është kërcimi. Ka diçka që nuk shkon. Kam një ndjesi qesharake që po na humbet diçka. Hej, edhe ti shoku? Gakjan! Do t'i kapim këtë herë. Akoma mendon se nuk ishin ujqit? Mirë, kjo ishte shumë e qartë. Ata janë duke kërkuar për diçka. Po, Lionel, pas tyre. Pyes veten se ku po shkojnë me kaq vrull. Koha për të provuar matësin e ri të zërit. Robot? Po ndez matësis e zërit tani, mjeshtër. Doto! Ku janë? Doto! Ah, duhet të jemi më afër. Ka diçka që akoma më duket qesharake. Nuk e kuptoj pse ujqërit e duan Lionelin. E kush si kupton ndonjëherë ata truhen orët.
Ndoshta thjesht ju pëlqejnë ardhucat. Ju pëlqejnë hardhucat? Mua nuk më duket e drejtë. Roboti me pijame, a gjen dot një lidhje mes ujqërve dhe hardhucave? Hej, po, për pak dhe shkatëruan qytetin me këtë gjë si dinosaur. Ujkosaurusin. E po, dinosaurët janë hardhuca shumë të mëdha. Nuk e di. Ndoshta këtë herë po fillojnë me qetësi, me Lionelin. Hej, a e dëgjuat këtë? Atje tej. Çfarë ke djalos i vogël? Edhe ti ke një ndjesi të çuditshme? Jo, ata janë ujqërit. Duhet të ndjekim nga pas gjurmët e vërteta. Ups, I humbëm mjeshtër. Nuk ka rëndësi. Dëgjuam mjaftueshëm. A nuk duhet të fshihemi? Jo, nuk është nevoja. Shiko. Heki, kujdes! Ka pole, mos më ka mua! Jo mua! Fillimisht duan Lionelin, tani duan të kapin molat. Mos është ditje e kapjes së kafshëve? Çfarë je duke thënë? Ne nuk e duam ardhucën tënde koti. Ato molet nga dërstare kanë gudolisur hundet tona, si shumë apshu! Vajza Luna, kujdes! Nuk mendoj se ka ardhur këtu për ne. Ka mundësi të mos i ngacmoni molet e mia ju fytyrshime? Se nuk rini aty për pak kohë. Forca! Pra ujqërit nuk e donin fare Lionelin? E dia, thjesht nuk më duke I fare e drejt. Por atëherë, ku si është vënë nga pas Lionelit? Nuk e di, por duhet të zbresim poshtë teleshatorët e lidhur. Një vjedhje tek muzeu? Shpejt! Thehemi me njëherë, mos ikni askund. A thua se kemi mundësi tjetër? Më duket se jemi shumë vonë. Më duket se ke të drejtë. Çfarë mungon? T-Rexi? Pteranodoni? Prit, janë këto të njëjtat skelete që ujqërit përdorën për të krijuar dinosaurin? Sërish ujqërit, por ne sapo I lam nga ana tjetër e qytetit. Ndjesia ime e çuditshme, po e ndjej akoma më tepër shok. Mund të kthehemi tek baza tani? Dua ta mendoj mirë këtë mision. Fillimisht dikush nxjerr Lionelin. Tani kam vjedhur disa nga kockat e ardhucës. Duhet të jenë ujqërit. I dëgjuam te dhoma e Gregut. Morën të njëjtat skelete dhe herën e kaluar. Por ata ishin me ne ndërkohë që ajdutet po vjedhnin muzeun. Çdo gjurmë na çon në një rrugë pa krye. Ndoshta duhet I japim një mundësi ndjesisë së çuditshme të Gekos. Romeo mori Lionelin, haruat. E njohët markën e Romeos për ushqimet e kafshëve? Ai e mashtroi Lionelin me këto, si quheshin, kafshatat e mëdha dhe bëri shumë të madh. Hej, prit, mua nuk më kujtohet kur ka ndodhur kjo. Kjo sepse është duke ndodhur tani. Është direkt. Dua të them, një përvojë edukative në muze. Tani nuk më ndalon dot askush. Jo ka shpejt, Romeo. Ditët kur vjedhja e ardhuca morën fund, apo jo djalos? Lionel I vogël. Mendoj si mungojnë kafshatat e mëdha të Romeos. Akoma s'kam marr patentën. Po I marrun ato super shiritat e Machokut. Hej! Mbaj, vjedhja e Lionelit ishte vetëm plani im I parë. Kini kujdes, mjeshtër. Më mungonte koha që kalova me Lionelosaurisin e vjetër. Ndaj dërgova robotin tim që ta vidhte kafshën tënde. Por dështoj. Më vjen keq. Ardhuca e vogël ishte shumë e lëvizshme. Të paktën arritet I mashtroje këta heronjt nga trestar duke përdorur pajisjen e hungërimës së ujqërve.
Ndërkohë që ju merreshit me ata leshatorët patru, unë po ju dëgjoja. Dhe dëgjova gjithçka për këtë bish madhështore. E kemi ndaluar ujkozaurusin edhe më parë. Do ta ndalojmë përsëri. Me të vërtet, i kam bërë disa përmirësime gjeniale. Me këtë shokun e ri hardhuc, do ta pushtoj vërtet botën. Duhet ta ndalojmë atë. Mund të shkatrojë të gjithë qytetin. E dija që nuk fshiheshin ujqërit pas gjithë kësaj. Dhe duhet të kishim dhënë kohë në vend që të nxitoheshim. Çfarë ke, Lionel? Sigurisht. Cila është mënyra më e mirë për të ndaluar një ardhuc të madhe? Me një ardhuc më të madhe. Për mustaqet e machokëve. Pas tyre, Lionelosaurus. Kam një ndjesi që kjo do të funksionoj. Hej, Romeo, të pëlqejnë ardhucat e mëdha? Kam unë një për ty. Gjuajtje me fat, nuk do të ndodhë sërish. Lëvizje e bukur, Lionel. Ujkozaurusi është shumë i shpejt. Jo, prit. Nuk është ujkozaurusi i shpejt. Është Romeo. Ai e mban telekomandën, harrove? Gecko, shko merri telekomandën. Ujkozaurusi nuk është asgjë pa. Ide e mirë. Lionel, atje. Hej! Më lëshoni! Super shiritat e machokut. T'ja tregojnë vendin këtij tesit me kocka. Nuk keni dëgjuar akoma asgjë nga... I kthyem të gjithë kockat në vend. Tani le ta mbajmë në një vend të sigurt të baza telekomandën e ujkozaurusit. Prisni, kam një ndjesi të çuditshme. Në stomak, le të shkojmë të ham për të festuar tani. Po, ti i pari, Lionel i vogël. Është më i mirë me këto përmasa. Heronjt me pijame dhe Lionel. Bërtisni ura, sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë. E dini? Tani kam unë një ndjesi të çuditshme. Ç'kemi? Akoma këtu. Djali machok. Bufja! Gecko! Goes into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Dilani me pijame. Një natë për të vazhguar yjet ishte një ide e mirë, Amaja. Kurështarët e diç do shohim sot? Ndoshta mjekullnajën e bufes. Ose luanin, yjesin e maceve të mëdha. Ose, ndoshta planetin e ardhucave aliene gjigante. Jam shumë i sigurt që nuk ekziston. E po, le të shohim çfarë ka aty jashtë. Çfarë është ajo? Një yll që bie? Ose një UFO. Çfarë do qoftë ajo, po afrohet me shpejtësi. Po drejtohet te baza. Heronjt me pijame ja ku po vinë. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po!
Honorit bëhet. Djali macor. Amaja bëhet. Bufe! Herojt me pijame! Ha? Duket si një shkëmb gjigant. Mos u shqetëso, do ta ndalojmë. E ke ti në dorë, Gecko. Ti je më i forti. Merrem unë me këtë. Super mbrojat e harducës. Sulmi dërmuar si mbrojtjes. Stili Armadilanit. Armadilan? E fermova. A i shkoj deri në hënë dhe u kthye prap. Ti e hodhe atë shkëmbin në hapësirë? Po, hedh shkëmbit në qell për të praktikuar lëvizjen sulmi i mbrojtjes. Jo, mirë. Hedhja e shkëmbimve është e rrezikshme. Mund të kishe shkatëruar bazën. Më falni, thjesht po përpiqesha të praktikohesha pak. Ju nuk e kuptoni dot, sepse bëni gjëra heronjës gjithkohën. Mendoj se po, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet të kesh kujdes. Ej, pse nuk kërkoj falje për gabimin, duke ju ndihmuar ju? Ndoshta edhe ti mund të vish me ne për një natë. Jam dakord, filloj me disa super ulje ngritje. Si mendoni ju shok? Është thjesht një natë. Nuk e di mirë. A i ndërhyn pak si shumë, edhe në çdo situatë e tepron. O, ai është thjesht i emocionuar. Do të jetë argëtuese. Ej, pse po bën kaq shumë zhurmë ky roboti i vogël? Keq bërë kanë filluar lëvizjet në qytet. Do të na duhet pakës ndihmë. Super e bukur. Armadilani ka madhështim për t'i mundur të gjithë të këqinjtë e qytetit. Ato nuk ishin fjalët që themi ne. Ne i shpëtojmë të gjithë. Lësoj aty, Romeo. Më detyro. Mirë, vete kërkove. Super muskujt e Gekos. Mjeshtër, më ndihmo. Bukur, por shiko këtë. E quaj goditja e tokës. S'është e drejt. Armadilan është bashkuar me ju. Jo! Jo robotin tim! Armadillan! Po, kush e sundon atën? Nuk do e kisha shkatruar qytetin kaq mirë as vet. Pastruesit me pijame. O, jo, mos guxonin gjajnatës. Pendët e bufes! Jo! Ja ku po vjen, fuqia e Dilanit. Jo! Jo! Bum! Çfarë? Armadilan? Pjesë e patrullës së sotme të heronjve, po e marrun këtë. Shiko. Të shkretët herojt me pijame. Po a merr punën ndim si ju a i ri. Ha! Do t'i marrë të gjitha lëkundës e të ju s'më ndaloni dot. O, ashtu, më shiko. Çfarë ishte kjo? Po lini shokun tuaj që të bëj punët e pista për ju? O, e kisha nën kontroll. Po e sundoj unë atë. A më paca i paparisha, lëvizet e mia e tundën dhe e shkundën. Po,
Faleminderit Armadilan. Ishte argëtuese. Jasht zakonisht super. Mund të mësoj si të mund të keq bërës çdo natë. Po mirë, bëj mirë të ikim. Ke të drejt, duhet të festojmë. Kemi kakao të ngrohtë me mafishe të vogla, a? Dëshiron të vish brenda? Patjetër, me zi pres ta shoh bazën. Sa mirë që isha këtu për të mbrojtur bazën për ju. Apo jo, grupi? Por ishte ai që hodhi gurin fillimisht në bazë. Wow, bukur! Si funksionon kjo? Wow! Armadilan, jo! Jo! Prit! Jo atë butonin! Ose prit! Jo! Qetësohu, roboti vogël. Kujdes se dëmton qarqet. Tani, më tregoni të gjitha gjërat e bukura që keni bërë kur jeni heroj. Keni ndonjë përshëndetje sekrete? Jo. Oh, do ta krijoj unë pra. Si thoni për këtë? Sundo natën. Do të thuash të shpëtosh të gjithë. Ne dalim gjatë natës për t'i shpëtuar të gjithë. E dini që mund të bëjmë një këngë? Herojt me pijame fitojnë betejën, duke mundur keqbërësit gjatë natës. Jo, kënga jon nuk është kështu. Shikoni këtë makinën e bukur. Është makina Machokut, kujdes! E po kur do t'i shijojmë gjithë avantazhet, do të doja një nga këto me ngjyrë portokale. Dilani me pijame me makinë. Cili hero ishe? Dilani me pijame. Pra unë, do me thënë. E dini që të përshtate me grupin dhe të bëj gjëra heronjës. Gjithë kohës. Jo! Pak e ngushtu. Mos u mërzit, do të ndreqon. Më duhen disa vegla. Çfarë është duke ndodhur me... Ai mendon se është pjesë e grupit tonë. Për gjithmonë? Duhet t'ja tregojmë. Po si, nuk mund t'i kërkojmë të largohet. Por ai po na pushton dhe shkatërron gjithçka. Po, duhet të largohet. Ai më dëgjoi. O jo, forca, duhet të shkojmë të flasim me të. Sa ke që ju shpëtova bazën? Do t'ja tregoj unë. Ja ku është? Më duket shumë i mërzitur. Hej, shoku! Çfarë po ndodh? Ju nuk më doni afër, ja çfarë po ndodh. Mund të ta shpjegojmë? Jo, nuk mund të jem hero me pijame. E po atëherë, do ta pushtoj bazën tuaj. Nuk do ta bësh. Më shiko, do ta shkatërroj. Kur ta mbaroj së shkatërruari, do ta shkatërroj më shumë. Ju thash që ai tepron pak gjërat. Super petët e bukës! Super specia Machokut! Wow! Shpëtova bazën. Nuk ndaloj dot! Erdhuca zvaranike, ai do të shkatërroj të gjithë qytetin. Jo, nëse e ndalojmë ne, te makina Machokut. Kujdes! Ai ka humbur kontrollin! Wow, për pak më kapi. Ai mund të jetë një top shkatërrues, por nga ana pozitive më ka rregulluar shumë mirë makinën time. Ku ka shkuar? Bufe? Me njëherë! Sytë e bufes! Ai po rrotullohet drejt muzeut! Zvaranej kërshitës, ai do ta bëj copë çik. Do ta ndalojmë në kohë. Era e krahëve të bufes! Jepi, Gecko! Nuk mund ta bëj më shumë, Tiema! Mund ta bëj këtë. Super muskujt e Geckos! E kapa! A të duhet ndihmë? Faleminderit. Nuk më besohet që më shpëtuat pasi u solla keq. Dhe ne të kërkojmë ndjes. Nuk donim që të lëndonim. S'ka problem. Mendoj se nuk jam gati të jem pjesë e grupit. Përveç kësaj, punoj më mirë vetëm.
Ti mund të na ndihmosh ndonjëherë edhe ne. O zot, patjetër që po. Më përristi dhe do vi duke u rrotulluar. Stili I Armadillanit. Në rregull, bukur shoku, por mund të na lëshosh tani. Heroj me pijame për t'isni ura. Se gjatë natës I shpëtuam të gjithë. Me pak ndim nga Armadillani. Po! Armadillan dhe rrezikshmja. 28, 29, 30, hapa do dhapa, dilse të kapa. Ha! Të kapa. Oh, më kape. Forca, le të gjejmë Connorin. Shiko, të gjeta. O, pa shiko. Djema, shikoni. Kjo është ngjitur te baza, mendoj është për ne. Ky supozohet të jetë Armadillan? Nëse është, mendoj se ai është në telashe. Duhet ta kontrollojmë këtë. Heroj me pijame, ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali macor. Amaya bëhet Bufe! Herojt me pijame! Prisni, sikur mos ta ketë vizatuar Armadillani. Çfarë do të thuash? Po sikur dikush tjetër të përpiqet të na fusë në kurt. Po, le të shohim nëse kanë kapur gjë kamerat. Ide e mirë, roboti me pijame. Pra Armadillan ishte këtu. Po ashtu edhe Romeo. Ishte një kurt në rregull për Armadillanin. Prit, e pat Armadillanin të bënte vizatimin? Pra mund ta ketë vizatuar dikush tjetër? Nuk ka rëndësi. Armadillan ka nevojë për ndihmën tonë. Tek mjeti I Geckos. Sytë e bufes! I pash! Kthehu majtas Gecko! Çfarë? Dima, më ndihmoni. Ky djali shpikës më ngriti prit dhe pastaj Dhe I kam thithur fuqitë e shokut tuaj që Ami lingona me fshesën time të mallkimit. po ta them për herë të fundit, jam një armadillo. Prit, çfarë? Pra, ti nuk ke më super fuqi? Kjo është arsyeja pse roboti të ngriti kurth? Herën tjetër që do shohte robotin, do ta palos si letër. Stili I Armadillanit. Po, por roboti nuk ka për të kthyer për ca kohë. E shihni, unë nuk kam më nevojë për fuqitë e tij. Për aq kohë sa unë kam fuqitë e Argafilanit. Jam Armadillani. Çfarë pune ke ti me fuqitë e mia njëherë? Është e thjeshtë dhe brillante. Do t'i transferoj direkt te laboratori im për ta bërë të pashkatrueshëm. Ha, Romeo! Je me shumë vones, Kotele. Super kërcimi me zokut! Ha? Faleminderit. Kam dashur gjithmonë një super mjet dhe tani më në fund e kam një të tillë. Jo, fuqitë e mia janë krijuar për mirë. Kjo nuk është fare e mirë. Nëse Romeo është I pandalshëm, kush e di se çfarë mund të bëj? E di unë do të shkatërroj të gjithë qytetin dhe do ta rindërtoj si qytetin tim të Romeos. Le të shohim se çfarë mund të bëj laboratori im. Kjo është diçka e vogël që unë e quaj gjëmimi rrotullues. Këto janë fjalët e mia.
Nëse Romeo mendon se e ka të gjithë fuqin, duhet të presë edhe diçka tjetër. Super kapja e hardhucës. Nuk krahasohesh dot me mua, këm hardhuc. O, ashtu, do ta shohim këtë. Ai ka të drejtë, duhet të gjejmë diçka tjetër për ta ndaluar. Kjo po shkon më mirë se sa e prisja. Së shpejti nuk do të më pengoj asgjë teksa pushtoj botën. Do të jetosh në një botë dhëmbje sa po të rimarr fuqitë e mia përsëri. Heronjt me pijame. Robot, çfarë kërkon ti këtu? Mjeshtri nuk ka më nevojë për robotin tani që ka fuqitë e Armadillan. Më vjen keq, robot. Prit, nuk e ndihmove ti që të merrte ato fuqit? Po, por nuk e dija që nuk do ma kishte më nevojën. Shetia I që le vizatimin. Heronjt shpëtojnë Armadillanin dhe I heqin mjeshtrit fuqit, atëherë mjeshtri do ta donte prap robotin. Bëre gjën e dur duke na u drejtuar ne. Mund të na ndihmosh? Nuk është nevoja. Këtë herë do I tregoj me të vërtetë Romeo se çfarë është superfuqia. Prit, Gecko, ai është shumë I fortë. Jepi Gecko, shpejt! Tregoj Trumadhit se kush është shefi. Stili Armadillanit ose stili Geckos, nuk jam xhelos. Bën mirë të mos ngatrohesh me mua, djali hardhuc. Më shiko, super buroja e hardhucës. Hiqi duart e tua të shelbura nga laboratori im, ose po u gati të ndjesh quajtjen time të stuhishme. Ajo është quajtja ime stuhishme. E po është e imja tani, po ashtu dhe fuqia jote për të gërmuar tunele. Gecko, a je mirë? Më duket se Romeo ka hapur tunel për të ikur që këtu. Ju so kishit të drejtë. Ai është kaq shumë I fortë. Unë nuk kam aq fuqit. Ndoshta jo, por jemi më të zgjuar se ai. Si? Ai mund të jetë kudo tani, dhe është faji im që jam mbathi. Mos u shqetëso, do ta gjejmë. Roboti me pijame. Më dëgjon? Na duhet vendodhja e Romeos. Roboti me pijame është kaq me fat. Ju keni nevojë për të, do të doja që mjeshtri të kishte nevojë për mua. E di, nëse dëshiron që gjërat të ktheheshin siç ishin, ka diçka që mund të bësh. Po tani, a do rrëzojmë pemë të tjera? Je më shumë një drovar se sa një keqbërës. Shumë për të qeshur, Arka djali. Doja thjesht të shihja se sa I pandalshëm ishte laboratori me fuqitë tua. Mos harroni, nëse dëshirojmë ta ndalojmë Romeon, duhet të tregojmë të zgjuar. Në këtë pjesë hyn ti, robot. Ne do shpërqendrojmë Romeo, ndërkohë që ti bëj punën tënde. Kuptove? Kuptova, është koha të bëhemi heroj? Ti e di mirë. Ura, kam dashur gjithmonë ta them këtë. Ky do të jetë një vend I mirë për fortesën time të re. Fillimisht duhet të shkatroj këtë muzeun e lashtë. Mjeti Geckos, lëkundu dhe gjuaj. Prit, çfarë po ndodh? Dima, po ndjehe më shumë si breshk se sa një armadillo tani. Çfarë po kurdisni kështu ju insektet me pijame? Mjeshtër, a je mirë? Robot, çfarë kërkon ti këtu? Mendoj se do të thuash faleminderit. Mirë, faleminderit. Roboti është I kënaqur. Çfarë je duke? Tani na duhet vetëm të ngadalsojmë Romeon mjaftueshëm sa Armadillan të marrë fuqitë e tij. Pendët e bufes! Shiritat e macokut! Ju mendoni se mund të më mundni? Fuqitë tuaja nuk krahasohen me të mijat. Për herë të fundit, janë fuqitë e mia, të mijat, dhe gjehet çfarë? U kthyen! Çfarë? Po si ka mundësi? Pse është figur laboratori im? Kush është I pafuqishëm?
fuqishëm tani, Romeo. Koha ta sjellim djalin me tru për para drejtësisë dhe t'i tregojmë pak super fuqi. Stili i armadillanit. Të kesh fuqi është mirë, por të jesh i zgjuar është akoma më mirë. Tani e vetmja gjë e zgjuar që mund të bëjmë është të shkojmë tek mjeti, jo tek Romeo. Mirë pra, shok i vogël. Po, koha që ta shkatrojmë atë fshesën tani. Për pak fare. Hej, mjaft lëviz e ti. Mos lëviz, pendushe. Shok, super shiritat e Machokut. Mendoj se kjo kërkon pakës muskuj. Mirë, vetëm këtë herë. Gati? Ktheni fshesën time, ju insektet me pijame. Ja, ku e ke? Jo! Robot, më largo që këtu. Tani! Duket se mjeshtri yt ka nevojë për ty. Ura për robotin. Do ta paguani për këtë herën tjetër. Keni për ta parë. Mendoj se gjithçka u kthye në normalitet. Heronjë me pijame përtisni të gjithë ura, sepse gjatë natës ne shpëtuam armadillanin.